لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamu alaikum të nderuar shikues, mirë se po takohemi edhe sonte në një emision të ri në kuadër të 10 ditëshit të emisioneve pra cikel që i kemi paralajmëruar këtu në ekranin e PIS TV-s. Padyshim se nga nata në natë do bëjmë trajtime nga fusha të ndryshme e kjo sot mja ka të bëj pikrisht me kohën si amanet. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje kam nderin që ta kemi të ftuar hoxhën e nderuar Besnik Lumnica. Asalamu alaikum hoxhë. Aleikum salam, faleminderit. Hoxhë, çfarë mesazhi jep surja El Asr kur jemi tek koha në Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Kjo sure nuk jep mesazh vetëm për kohën, po kjo sure ka thënë Imam Shafiu rahimahullahu taala që sikur të mos kishte zbritin nga Kurani përveç kësaj sure do të mjaftonte si argumenti i Zotit për njerëzimin, nga se i ka përmend gjërat më të nevojshme që i duhen njeriu për të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Por me që jemi tek tema për kohën, atër s'ka dëshim se ajeti i parë është ajeti i qartë që flet për rëndësinë e kohës, nga se Allahu azza wa jall në ajetin e kësaj sure, në ajetin e parë betohet wal asr, pasha kohën. Kanë thonë dietarët valen që Allahu azza wa jall është i madh, madhëria e tij është e madhe dhe ai nuk betohet vetëm në gjëra që janë të vlefshme. Realisht betohet në ato gjëra që për të rrehur vëmendjen njerëzve besimtarë, njerëzve përgjithësi për rëndësinë e tyre. Në këtë rast është betohet në kohën për t'regu për rëndësinë që ka koha, por pastaj ka tregu wal asr innal insana lafi khusr, njeriu është në humbje illa alladhina amanu, pra nëse njeriu nuk ju përmbahet udhëzimeve hyjnore, ai do të jetë në lajthitje, përveç atyre që kanë besuar dhe veprat mira kanë punu, por e ka fillu me betimin e kohën për tregu se edhe besimi, edhe veprat e mira, edhe këto arrihen nëse besimtari arrin me kuptu rëndësinë e kohës, respektivisht arrin me menaxhu dhe me shfrytzu kohën. Aq më tepër që dhe aq më mirë që shfrytëzon kohën e menaxhon kohën besimtari, aq më mirë e ka kuptuar mesazhin e Zotit, por ka kuptuar edhe rolin e tij në këtë jetë. Hoxhë, ashtu pra edhe si që e paralajmërova diskutimin që do e bëjmë natën e sotme, pra në kuadër të ciklit e emisioneve në 10 ditëshin e parë të Dhulhijhes, pra të flasësh për kohën nuk kërkon këtë 10 ditësh, apo nuk kërkon vetëm muajin e madhërisëm të Ramazanit, është një temë koherente e cila padyshim se gjen zbatim në çdo dimension, në çdo aspekt. Si mendoni ju, e përdorëm në kohën në mënyrë të drejtë dhe a është koha ajo që menaxhon me neve? Sigur se thatë, koha është temë aktuale çdo herë, pra çdo herë të flitet për temën është me rëndësi, sepse thash ndërlidhet edhe suksesi i njeriut, por edhe suksesi i popujve, i shoqërive, varet pikërisht nga menaxhimi i tyre i drejtë dhe i mirë i kohës. Andaj ata njerëz, ata besimtarë, po ato shoqëri dhe ata popuj, cilët e menaxhojnë dhe shfrytëzojnë kohën, ata kanë ecë dhe do të ecin dhe do të zhvillohen, por ata cilët ngelin në shfrytëzimin e kohës në mënyrë të duhur racionale, mendoj që ata do të ngelin mbrapa. Në përgjithësi nëse shikojmë realitetin tonë, mendoj që nuk jemi ndoshta duke menaxhu si duhet dhe sa duhet kohën, dhe nuk jemi duke kuptu, po flas në përgjithësi si shoqëri, po dhe si besimtar, ndoshta në nivel global. Nuk kemi duke ditë edhe rëndësinë e madhe e këtij emanetit të madh që Zoti na ka ngarku, sepse puna po na dëshmon ato që ndoshta është e jot me thon, po që po them sepse çalojmë në shumë segmente të jetës
edhe private, individuale, edhe familjare, edhe shoqërore, dhe njëri prej faktorëve të këtij stagnimi është nuk jemi sa duhet duke shfrytzuar kohën, më tepër jemi duke pritë se do të bëhet mirë, ndoshta vitin ndoshta, kurse ne jemi ata që duhet ta bëjmë ndryshimin, nga se Zoti ka thonë në Kur'an: Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata të mos ndryshojnë veten e tyre. Por ne jemi ata që duhet të ndryshojmë shprehjet tona, praktikën tonë, orarin tonë. Duhet të këndellemi dhe ta menaxhojmë kohën si duhet. Zoti ka me dhjetra, jo vetëm surat e Asr që e përmendëm në fillim, por dhe me dhjetra ajete të tjera valon është zhbetu pikërisht në kohën, madje në segmente të ndryshme të kohës, vetëm për me tregu për rëndësinë që ka koha, është zhbetu në mëngjesin wal fajr, është zhbetu në paraditën wal duha, është zhbetu në kohën, është zhbetu në natën wal lejl, kështu me radhë krejt kjo për tregu për rëndësinë që ka koha, respektivisht menaxhimi i kohës. Thot Hasan al-Basri rahimahullahu taala, njëri prej dietarëve të mëdhej të ummetit, për cilin dietarët kanë thënë se fjalët e tina kanë shihet fjalët profetëve. Por ka fjalë jashtëzakonisht të urta, thoshte me një fjalë: Ja ibn Adam innaka bid'atu ayamin, o ti njeri, ti vetëm ti je një grumbull ditësh. Je një grumbull, po jeta jonë është grumbull i ditëve të caktuara. Pra koha është ajo gjëja më shtrajt që posëdon njeriu. Andaj ka thonë, nëse idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, nëse të kalon një ditë, ka kaluar një pjesë e jotja. Pra do të më tregu që rëndësinë që ka me shfrytzu kohën, sepse prej kohës varet krejt rezultati i punëve tona, i të arriturave tona, edhe në aspektin fetar, edhe në aspekte tjera të jetës. Zoti na mundsof që të vetëdijsohemi, të kuptojmë rëndësinë e kohës dhe ta shfrytëzojmë atë që ka kërkuar Zoti. Mendoj që nëse ju përmbahemi udhëzimeve të Zotit, duke filluar me faljen e sabahut, me ngritjen për faljen e sabahut, me dhikrin në xhami, me faljen e recatave në paslindjes së dillit, dhe pastaj me preferenca të tjera, mendoj që me punën e hershme që ka lavdruar profeti alayhi salatu wasallam, mendoj që nëse arrijmë kështu ta menaxhojmë kohën, vërtet kemi me qenë të suksesshëm. Padyshim. Hoxhë, nga kjo që sapo elaboruat, ai bie që është një problematik kjo tek ne si besimtarë, nëse nuk e kemi arritur deri në stadin ta kuptojmë këtë peshë, këtë vlerë, këtë rëndësi të kohës, për faktin kur e thatë në zbërthimin e surës El Asr se nëse Allahu do të betohet në surën El Asr, dhe ne këtë surë thuaj se çdo ditë e përdorim, e lexojmë pra gjatë faljeve të namazit. A e bëjmë këtë thuaj se në mënyrë mekanike, apo do ta kuptojmë thelbin dhe esencën se çka po themi? Tash nëse themi e kemi kuptuar, praktika nuk e dëshmon, sepse kuptimi vërtet është që të praktikohet dhe të jetësohet. Dhe ka paralajmëruar profeti alayhi salatu wasalam që njerëz të mashtrohen, ata ndoshta e din në realitet, i din argumentet, e din edhe rëndësinë e kohës, e din edhe heq pa e din ndoshta surën, e din rëndësinë që ka shfrytëzimi i kohës për jetë. Thot profeti sallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, dy begati, dhunti të mëdha, shumë prej njerëzve janë të mashtruar dhe nuk din t'i çmojnë ato derisa t'ju dalin prej dorë ato, cilat janë ato: sihhatu wal farag, shëndeti dhe koha e lirë. Të cilat nuk kthehen. Jashtëzakonisht janë shumë të shtrejta, shëndeti dhe koha e lirë. Po kur njeriu ka shëndetin, ndoshta shumë prej angazhimeve që ai do duhet të bënte nuk i bën. Edhe pastaj kur ti ik shëndetit të rrokun smundja, pleqënia, galet kështu me radhë, pastaj i bien mend që tek shabakët, të shashkun hajzo kështu so kam qenë mirë kështu me radhë. Dhe tjetra begati që na lidhet tash edhe me temën është edhe begatia e kohës. Pra profeti ka paralajmëruar dhe ka treguar se njerëzit nuk din sa duhet vlerën këtyre dy begative, realisht mashtrohen, nga se mendojnë se këto do t'i kenë përgjithmonë, mirë po ato kalojnë shumë shpejt. Edhe koha e lirë, edhe koha e artë, edhe rinia, edhe koha ku njeriu ndoshta mundet me qenë
produktiv dhe me dhon diçka dhe me arrit në qoftë në fushat të jetës, po edhe në aspektin fetar, mu avancua kështu me radhë, ajo kohë kalon shumë shpejt dhe pastaj njeriu ndoshta i bie peshmo mirë, po mund bëhet vonë. Andaj them se nuk ka vëdësim njerëz të megjithatë ka një ngritje, ka punë, ka angazhim, ka arritje, ka suksese në të gjitha rrafshet në vendin tonë. Megjithatë kur kemi parasysh rëndësinë që ka jeta, rëndësinë që ka koha dhe kur kemi parasysh se sa shpejt po kalon koha, mendoj që nuk kemi të vetëdijshëm sa duhet në rëndësinë e kohës dhe as më tepër në menaxhimin e saj të duhur. Andaj na kalojnë shumë ditë, shumë vite, shumë ditë të vlefshme. Tash jemi kaloj dita e tretë e këtyre 10 ditëve të bekura, ditëve më të mira të dynjas, siç ka thënë transmetim profeti sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, nëse pyet besimtarët ose nëse ndalim edhe mendojmë se cilat vepra ne i bëm enkas, cilat ishin adhurimet, angazhimi që shtuam të atyre ditë, mendoj që janë shumë minimale, të mos them se një pjesë ndoshta nuk kanë bën ndonjë ndryshim në shfrytëzimin e kësaj kohe, që padyshim është kohë e begatshme dhe kohë e ardhë. Dhe ky është testi më i mirë për me pa se a kemi ndryshuar, a jemi duke e menaxhu kohën sa duhet. Betim i madh në Kur'an. Allahu betohet në këto 10 ditë, respektive betohet në netët, po është për qëllim netët e 10 ditëve të Dhulhijhes. Pastaj betohet në ditën e Arafatit. Njëjtën sura, ajeti tjetër betohet në ditën e Bajramit, për treguar për rëndësinë që ka. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith shumë të qartë. Nuk ka ditë që veprat e mira janë më dashura te Zoti se sa këto 10 ditë. Megjithatë ishe xhamiat nuk kanë ndonjë ndryshim të gravitues të shtimit të kështu është më radhë që është një indikacion jo i mirë për vetëdijsimin e rëndësisë e kohës, në veçanti sezonave të arta që janë këto dita që jemi duke i kaluar. Ndërsa efekti i shpejtësisë kohës hoxh është diçka që ne e komentojmë thuajse çdo ditë, qoftë në ambientet familjare, qoftë në ambientet shoqërore, do thotë nuk shkon ditë që ne nuk flasim se koha me të vërtetë po lëvizet, po ecën shpejt. Ndërkaq që pyetjen do ta orientoja në këtë formë se si lidhet në aspektin e praktikimit humbja apo fitimi i kohës, do thotë çka humbim nëse menaxhojmë keq me kohën e çka fitojmë nëse arrijmë ne të jemi zotruesit e kohës. Po, s'ka dyshim, sikurse kanë thonë plot prej dietarëve, plot prej selefit, madje edhe hadithe të ndryshme, ajete ndryshme, nëse humbim kohën kemi humbur shumë. Dhe nëse arrijmë ta shfrytëzojmë kohën, pra fjala shfrytëzimin kohës në punë të mira, kemi arritë shumë. Nëse shiqen aspektin praktik, thot njëri prej dietarëve, thot kam taku thot gjenerata të mëhershme të selefit, thot të cilët mërziteshin kur ju humbte ndonjë pjesë e ditës, ndonjë orë, pa ndonjë vepër të mirë. Sikur se thot që ju po mërzitni kur ju humb diçka prej dunjallahut. Andaj humbja e kohës do thot humbje e jetës, do thot humbje e veprave të mira, do thot humbje e mundësive për të fituar shumë. Ka njerëz që mashallah te barekallah falen me 10 mos të 100 recate gjatë ditës, ka të tjerë që lexojnë ose kanë lexuar gjatë jetës së tyre me 100 hatme, jo vetëm prej muslimanëve të vjetër, por edhe nga besimtarët tonë, ka që kanë bën ndoshta 200, 300, 400 në një xhamat që Allah i mëshiroft ka vdek, por ndoshta i ka bë ofër 400 hatme në jetën e tij. Dhe kjo nuk bëhet pa një menaxhim drejt kohës. Kjo është menaxhim i kohës, ai ka shfrytzuar kohën, por ndryshe edhe ka të tjerë që ndoshta ende nuk din me lexu Kur'an, fatkeqësisht. Ka plot besimtarë të cilët e kanë shfrytzuar mundësinë e parë dhe kanë shkuar në haxh, ndoshta kanë shkuar edhe më tepër se një herë, kanë shkuar edhe në ka të tjerë që kanë arritur në aspektin e dijes, fakultete, magjistraturë, 2 magjistratura, doktoraturë, e kështu edhe ka të tjerë që kanë ngel ndoshta shumë larg në krahasim me moshatarët e tyre. Dhe kjo nëse e shikon faktori kryesor i atyre që kanë hecë përpara dhe atyre që kanë ngel është pikërisht te menaxhimi dhe respektivisht keq menaxhimi
i kohës. Andaj këshilla e parë dhe më rëndësishme që jepet atyre që dojnë me hecë përpara është shfrytëzimi i kohës. Ka thonë profeti sallam, iqtanim khamsan qabla khamsin, shfrytëzoj 5 gjëra para 5 të tjera. Të gjitha këto pastaj ka thonë shfrytëzoje jetën para se me tar vdekja, shfrytëzoje shëndetin para se me usumu, shfrytëzoje rinin para se me tar pleqënia, shfrytëzoje kohën e lirë para se me nxon. Pastaj ka thonë ditën e gjykimit profeti sallam se nuk do të kaloj subhanallah për tregu për rëndësinë që ka koha dhe jo vetëm që është e rëndësishme, por është edhe emanet, sikurse e cekat edhe në fillim, është emanet për cilën kemi me dhënë përgjegjësi. Madje kemi me dhënë përgjegjësi për kohën tonë si dhe për atë pjesën më të rëndësishme të kohës, është pjesa e rinisë, në cilën besimtari njeriu ka pas mundësi me arrit shumë, sikur do ta shfrytëzonte. Dhe ndoshta për shkak të neglizhencës ai ka ngel shumë rroba, thotë profeti sallam, nuk ka me kalu njeri ditën e gjykimit për pa pyet për katër gjëra. Për jetën e tij ku e ka kalu, si e ka kalu, dhe për rinin e tij si e ka harxhu. Subhanallahu, jetën përgjithësi, pastaj rinin në veçantë për shkak të rëndësisë që ka kjo fazë e jetës, në cilën një pjesë e madhe njerëz ndoshta e kalojnë ndoshta s'po them këtë kot mirë, po jo ndoshta mënyrë të mirë. Njëri prej dietarëve valon thot subhanallah, thot kur ka kalu pranë restorante, pranë kafeve ku thot sikur të kisha pas mundësi ose sikur ta shisnin kohën këta njerëz që cilët po rrinë me orë të tëra në kafe, duke pi kafe, duke bë muhabet, sikur ta shisnin kohën e ta blej, nga se vërtet kam nevojë, s'po më del koha për me shfrytëzu, për lexime, për ngritje, për ibadete, për punë të mira. Nëse marrim në aspektin praktik valon edhe dietarët, po edhe profeti sallam, prej momentit që i ka zbrit shpallja dhe kur ai shkoi i besaj edhe jo vetëm i friksuar, por shkoi te bashorti i tij dhe e friksuar se çka është duke i ndodhur, u mbulu, i zbrit ajeti të radhës, ja ayyuhal muddathir kum fa anzir, o te mbuluar çudhe dhe ngritu ballafaqau për hape mesazhin, nuk ka kohë besimtari për me kalu, me harxhu kohë. Andaj nëse shiqojmë jetën e profetit sallam prej shpalljes, e sidomos pas hijretit, e shohim se ai brenda vitit i ka pas 1, 2, 3 betejë, lufta, çlirime, suksese pas suksesi, delegacione kështu me radhë. Kretu tregojnë për shfrytëzimin maksimal të kohës, madje edhe në adhurime, edhe në ibadete kështu me radhë, po dhe dietarët, ata cilët kanë arrit, për shembull, një shembull interesant është dietari i njohur Imam Nevawi rahimahullahu taala, për cilin ka vdek në moshë relativisht të re, ndoshta 45 vite i ka pas kur ka vdek, mirë po ka lënë një thesar jashtëzakonisht të madh të dijes, të librave, cilat sot asaj dite njerëz ose besimtarët gjithanej në përbotë i përdorin librat, shërbehen me librat e tij, me sukseset e tij, me mirë po megjithatë koha e kërkimit të dijes se këtij momi ka qenë shumë e shkurtë. Kanë thonë dietarët kanë qenë ndoshta 4 vite, mirë po ose më pak, mirë po thotë në atë kohë, thotë unë nuk kam fjet asnjëherë në shtrat rrat, por çdo herë kam qëndru ulur, edhe kur më ka ardhur xhumi, kur kam pas nevojë shumë ka kot, kam bërë pak, pastaj jam zgjuar tregon për rëndësinë e shfrytëzimit të kohës, çfarë do të thonë që ai i cili e shfrytëzon kohën ai arrin, dhe ai i cili humb kohën, ai dështon. Ka thonë Ibn Qayyim rahimahullahu taala, njëri prej faktorëve të humbjes është edhe humbja e kohës. Padyshim. Kur njeriu humb kohën, ka humb gjithçka. Dhe kjo hoxhë që sapo thatë e vërteton shumë edhe një element, një fakt që është i pamohueshëm, se ne për 4 vite, 5 vite apo edhe çfarë sot do qoftë ato, nëse arrim pra të kontribuojmë në mënyrën e duhur, në mënyrën e drejtë,
kjo e bie që këto vitet janë më me vlerë se sa dikush nëse jeton 80 apo 90 vjet. Ndërka që se koha është fakti pakthyeshëm, këto nuk e konteston askush, por këtë në ambientet tona, po flas si shqiptar, e kemi hasur, e kemi dëgjuar shumë tek plesë, tek gjeneratat e vjetra, të gjithë njerëzit thonë se sa shpejt iku koha, as sikur ta ktheja kohën, tisha edhe një ri, të kisha pas mundësi me bë këtë ose atë, domethënë kjo i bie që pjesa dërmuese që e deklarojnë këto në moshë të shtyer, do të thotë sikur ju ka fluturuar koha, nëse mund të themi. Pse hoxhë ndodh ky fenomen, pse ndodh ky efekt ku njerëzve pra ju ka lënë si një rrofe koha pa ditë ta vlerësojnë. A është problemi te momenti si momenti vetëm, apo koha si tërsi? Koha, s'ka dyshim se çonat e shtrejta njerëz fatkeqësisht nuk din të vlerësojnë sa duhet. Tash më herët profeti ka paralajmëruar që njerëz nuk do ta vlerësojnë sa duhet kohën. Pastaj kemi edhe hadithe që do të vjen një kohë pra afër kiametit që koha do të ikën edhe shumë shpejt. Ka hadithe interesante që vite ik sikurse muaj sikurse java kalon shpejt sikurse dita sikurse ora. Është interesante, ndoshta jemi duke pa një kohë të tillë. A jemi futur apo jemi afruar? Megjithatë koha po kalon shumë shpejt. Vitet po kalojnë shumë shpejt dhe minimumi që ka mund të themi se koha nuk është shkurtuar në aspektin e minutave, orëve, është 24 orë, por bereqeti i kohës padyshim që ka humb. Megjithatë ata cilët e shfrytëzojnë valën, Zoti prapë ju jep sukses dhe ju jep bereqet. Dhe ka njerëz që me një kohë relativisht të shkurtër arrin shumë dhe ka të tjerë që ndoshta ai ka bë shumë vite mirë, po kur mendon çka ka bë, ndoshta është që nuk ka arrit ku më ditë sa. Kurse ajo pjesa pse njerëzit i bin pishmon ose çdo herë kish më pas dëshira është pjesë natyrshme e njeriut, sado që arrin edhe ai më i miri ndoshta prapë është që kish më pas mundësi ndoshta edhe më tutje edhe më shumë me bë, po edhe kish më dash edhe më shumë me vepru. S'ka dyshim se ditën e gjykimit Allahu ka treguar se njerëzit do të pendohen, madje në momentin ka një ajet, momentin e vdekjes kur njeriu sheh me sytë e tij realitetin e vdekjes dhe kur ai po kalon nga kjo jetë që ishte jetë e kohës, jetë e punës, jetë e aktivitetit, jetë e angazhimeve, jetë e detyrave, po kalon në një fazë tjetër të jetës, ku do të merren shpërblimet, respektivisht ndeshkimet për veprat e kësaj bote. Në ato momente të para ku njeriu është e vdekjen, thotë Rabbi irji'un, o Allah, apo më mundson edhe një herë të kthehem mrapa, la'ali a'malu salihan, atasaddaqa amal salih, që ndoshta do të punoj, do të jap sadaq dhe do të punoj vepra të mira. Pra i bjen pishmon gjithsesi, dëshpërohet që se ka shfrytzu, por dëshpërohen në njerëz të gjallë, ndoshta për shumë mundësi që ju kanë ikë dhe nuk i kanë shfrytzu. Qoftë për me punu vepra të mira të fesë, qoftë për me punu për familje, për vene, kështu me radhë. Ka shumë njerëz që kanë pas ndoshta mundësi materiale, ka shumë njerëz që cilët kanë pas ndoshta poste të rëndësishme në shoqëri dhe i kanë kaluar ato 4 vitet e tyre mandatit, këtu të ne edhe nuk pas zgjatin 4 vite, mandatet janë shumë shkurta dhe ka pas mundësi për me bë mirë, për me lënë ndonjë vepër të mirë për shoqëri, sepse që funi që ajo është me çka ai përmendet. Dhe kur e sheh që shkoi mandati, ka lej posti dhe nuk ka bën ndonjë s'ka arrit me lënë shoqërisë së tij diçka të rëndësishme, vërtet është për të ardhur keq, edhe ata ndihen keq, po edhe njeriu në përgjithësi ndihet keq, dhe i dëshpëruar kur nuk e ka shfrytzu kohën e tij, rinimin e tij, punët e tij, të mirat e tij, pasurinë e tij për të punuar dhe për të lënë diçka. Allahu azza wa jalla thot në Kur'an, ne u ashkojmë njerëzve veprat që kanë punuar dhe gjurmët e tyre, pra u ashkojmë veprat cilat ata i kanë punuar dhe për ahiret i kanë dërguar shumë vepra të mira, por edhe gjurmët që i kanë lënë në këtë botë.
Edhe do të me punu për ahiret, po është mirë që me lanë gjurmë, e gjurmë nuk lejen pa punu dhe pa angazhu. Sigurisht, Hoxhë, ne duhet të shkputemi pak për ca qaste për të kthyer në pjesën e dytë. Me që rast të gjithë shikuesit i njoftoj se në pjesën e dytë kemi të rezervuar edhe për inkuadrimin e telefonatave tuaja, me që rast pra do bëni pjesë e këtij diskutimi me Hoxhën e nderuar Besnik Lumnica në lidhje me trajtimin që jemi duke bërë koha si emanet apo përgjegjësi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dhe ja pra të nderuar shikues, pra po rikthehemi për të vazhduar trajtimin me Hoxhën e nderuar Besnik Lumnica në lidhje me kohën pra si emanet me theks të veçantë në këto ditë, pra në 10 ditëshin e Dhulhijhes. Hoxhë, diskutuam për shumë aspekte, për vlerën, për rëndësinë, për peshën që bart në vete efekti i kohës. Desha të ndalem të një element që është ndoshta shumë determinues, pikërisht planifikimi. Se kohën e menaxhojmë apo nuk e menaxhojmë, këtë më së miri e vrejmë në ditët të numëruara. Kur ka ditë më të numëruara se sa në muajin e Ramazanit, në muajin e madhëreshëm të Ramazanit dhe në këto 10 ditë. A mendon se planifikimi është determinues i fortë që ne të jemi menaxhues të drejtë të kohës? S'ka dyshim, madje thojnë atë njohësit e jetare, të xhallarë, ai i cili nuk posedon një planifikim dhe nuk ka një planifikim të duhur të shfrytëzimit të kohës, suksesi i tij do të jetë jashtëzakonisht minimal, sepse ai në fund të ditës nuk din çka ka arrit, cili është rezultati i tij, nga se rezultatet duhet të nxirreshin nga planifikimi, nga qëllimi, çka ka arrit. Objektivat që i ka pas, për shembull, në këto 10 ditë të Dhulhijhes ka me lexuar një hatme. Kjo është planifikim dhe kjo është një objektiv. Këto 10 ditë ka me agjeru, për shembull, këto 9 ditët e para që ka është mirë me agjeru, ose ka me agjeru 7 ditë. Gjatë këtyre ditëve ka me dhonë, ka me ndihmu kaq familje. Në ditën e parë ka me vizitu të afërmit e mi, kështu me radhë, po ka bo një planifikim dhe në bazë të këtij planifikimi ai pastaj edhe shfrytëzon kohën, por edhe në fund të ditës ai e bën një farë lloj llogari ose vetë llogaritje të vetes së tij. Dhe mungesa e planifikimit sigurisht se është arsye që ai ta humb pastaj kohën. Planifikimi po ashtu tregon edhe mënyrën e ndarjes së kohës. Sot valon jeta është shumë dinamike. Ndoshta prej të gjithëve ndëgjon se jeta dinamike dhe si arsye ndoshta për mos me punu ose për mi lënë disa detyra mongo, njerëz po arsyetojnë se jeta shumë dinamike. Pse nuk po viziton, s'ka kohë, s'po kam kohë me kry këtë punë, s'po kam kohë me dalë në xhami, s'po kam kohë, jeta shumë dinamike është me radhë dhe jeta është e vërtetë që është dinamike, por ne ende jemi në masë të madhe si shoqëri jemi duke jetu me një orë të punës, pak janë ata që i kanë 2 orë të punës, pra 7 orë ose 8 orë punë. Por mendoj se arsyeja ose defekti është te keq menaxhimi, respektivisht te mos planifikimi i duhur i kohës. Andaj planifikimi ndihmon besimtarit që ai ditën me pas të qartë se çka ka më punu, duke filluar prej faljes namazit të sabahut. Dhe me ndo kohën pastaj prej kësaj ore në këtë kohë, cila është kohë që ti mundesh me shfrytëzu për lexim, cila është kohë që ti duhet me shfrytëzu për adhurim, cila është koha e punës, cila është koha e pushimit, cila është koha e familjes, cila është koha e të afërme, nga se njëri prej shokëve të Profetit sallam u ashtanku bashorti atij, thotë ja Rasulullah, që ai ndoshta është pak i mangët dhe po lën disa detyra ndaj familjes keqe. Kur anku te Profeti sallam, atë Profeti sallam i tha se ti ki obligime ndaj familjes, ki obligime ndaj vetes, ki obligime ndaj Zotit, ki obligime ndaj familjes, ndaj farafisit,
Fa ati kulli dhi haqqin haqqahu, andaj tha secilit jepja hakun që meriton. E për me dhon secilit hakun që ka dhe meriton, duhet njeriu me planifiku jashtëzakonisht mirë, fillimisht pastaj më përmbajt planifikimit dhe orarit. Ne shpeshherë e marrim si shembull të paktën biseda, i marrim vendet të zhvilluara se terminet i kanë të sakta, qëndrojnë sipas terminit, kanë planifikim, zgjohen herët, dalin punë herët, në mbrëmje në vendet perëndimore ditëve të punës nuk gjejnë ndoshta natën në rrugë, në kafën e kështu me radhë. Andaj kjo tregon që kanë plan, kanë planifikim, e praktikojnë atë dhe nuk mungon pastaj rezultati. Kurse njeriu, thoshte një prej hoxhallarëve të Medinës, ai që nuk din çka ka me bë, ai është i lirë çdo herë. Ai që nuk ka plan, aty kur ti thuash a ki ka me dalë ka thot po more çu jam më herë, sepse ai nuk ka plan, nuk din çka ka me bë, respektivisht ai nuk e ka agjendën e rregulluar dhe nuk e ka punë të planifikuara se prej kësaj orën këtë orë çka ka me bë. Ai çdo herë është i lirë fatkeqësisht. I lirë sepse nuk e ka mbush kohën e tij me punë. Andaj menaxhimi është shumë i rëndësishëm, planifikimi është shumë i rëndësishëm për të shfrytzuar dhe mos edhe mungesa e planifikimit sigurisht se çon në kesh menaxhim. Padyshim. Hoxha, nga regjia më bën me dije se kemi një telefonat, e inkuadrojmë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Me kë po flasim? Po flet një haxhi jam prej Gjilanit. Po haxhi urna, cila është pyetja juaj? Sa shtatës e hoxhën. Po veç urna. Në pari ty edhe hoxhën. Faleminderit edhe ne gjithashtu. Ju sukses. Jetë gjatë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Je i lirë. Unë jam një haxhi i moshur, dhe me thonë jam kohë në haxh 2017. Po. Mirë po, një par gabimi e këmë bodë. A i gabimi në ashtë asë i malë, po dishka po më rrimë brengë që të. Po, cila është? Ta ka të regu o gjëllartë, ata që në kome neve. Na si kemi pytë, faj pak është i joni. Une me në mrençme, i këmë vesh ato, i ramë një këmë vesh, dhe me thonë të mrençme, si këmë një kiqë. Edhe këmë bodë të avapin. Po, ju kuptoj. Edhe ku bëtë avapin, do të thonë të mrençmet. Kjo është dilema, do të thotë, kjo është ikja që me ndonë si jo ka ndonë. Po, kjo është dilema e po, e dyta kurban s'kum prejën e aqenaj, fare. Disa që prejnë, adino se kum di s'kum prej iqë. Po, ju kuptoj. Dhe ta shtejën po du me prej kurban për qatë gabimin që kum bo gabim, a kum i me katë, hoxha pregon pak, edhe ku ta prej kurbanin, kryta me qitë edhe lekurën shka mi bo se disa thoi me qitë, dikuraj nuk qitë të rrive të, a me shti me dheja, a shka me bo krytë edhe lekurën. Regula gjithë është, hoxha ju njëftar në detaje me këto dy dilemat të cilat i kishit. Allah ju shpërbleft për pyetjet. Faleminderit shumë, Zoti e rujtë edhe juve. Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxha, kanë dilema do të thotë të ndryshme besimtarët. Dilema këtë rast e haxhiut në fjalë ishte procedurën gjatë kohës së haxhit. Po, nëse Allah na zot ja këtë pranu haxhin, gabimet që bëhen pa dije, shpresojmë që Zoti më i fal. Për më tepër unë mram ndoshta pak a shumë, më ra që kjo pjesë me ndëgju se kjo haxhi është inkuadruar dhe mbram nëse s'gaboj. Qashtu më mram me ndëgju dhe ka bërë një pyetje dhe hoxhës që ka qenë mbram në emision dhe ka marrë përgjigjen çysh me vepru. Për shkak të lëshimit që e ka bë nëse ka qenë ashtu që do të më vepru. Kurbanin në therrin realisht therrin e kurbanit e bën organizatori i haxhit. Po. Por haxhit e paguajnë, domethënë ai pagesa e kurbanit haxhit është në pjesë në aranzhmanin e haxhit që bëhet. Dhe therrin e kurbanave për haxhit tonë në vendet e shenjta e bën organizatori i haxhit, respektive Bashkia Islame e Kosovës, Drejtoria e Haxhit dhe Umrës, cilët i kryejnë detyrimet që ata i marrin, sikurse është edhe therrja e kurbanit.
Dhe jo vetëm ky haxhi, po asnjë prej haxhive nuk e therr kurbanin, as nuk e sheh ndoshta therrën e kurbanit, sepse ajo bëhet me një pjesë në një vend tjetër, jo që është e pamundur ndoshta me shku me i vizitu, mirë po, për shkak se ka obligime haxhiu, ka detyra, ka dhurime të me kry, ndoshta askush prej haxhive nuk shkon atje ku therrën kurbanat, por është e çastme dhe mundshme me shku. Por këtë ves mos e bëj, për therrët kurbanit, sepse ai është kry me lejen e Allahut azza wa jall, sepse që një kohë të gjatë Bashkia Islame e Kosovës i mbledh, domethënë e ka futur në pjesë të menaxhmentit edhe çmimin e haxhit, kurbanit, dhe ata e kryen këtë detyrë dhe nuk ka nevojë me therr kurban. Pjesa tjetër, asnjë pjesë të kurbanit nuk lejohet mushit, sepse ajo nuk lejohet mushit, mirë po asgjësohet sikurse veprojnë në vende ku bëhet humbullimi dhe hedhja e tyre, ndonjë vend ku nuk është pengesë dhe nuk shkakton ndotje dhe nuk është pengesë për njerëzit. Patyshim. Me sa duket kemi edhe një telefonat në pritje. Selamun aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam. Ju jeni? Ju përshëndes, unë jam një motër muslimane. Po. Deshta me ja bëni pyetje hoxhës rreth haxhit. Besërdani. Mu një person, të më thonë, jo shumë i largët, ka hyrë në hak shumë. Kur thamë shumë. Edhe tash të vendimi jam është, unë jam i abua, mos mi abua, aty Allahu mu ma ka thjesht ma ka dhënë drejtën, nëse du ja bëj, nëse nuk du nuk ja bëj. A kështu hoqë? Po. Ja bëj halala? Normale, po do me shku në haqë për kërkan halalin, nga unë. Unë s'po du me ja bëj halal. Edhe e dyta, me një vend tjetër, ka shumë borgje, edhe ai person nuk po donë thjesht me ja bëj halal, se ka mashtru, e tash ti, ka pëndua që po dion edhe po do me shku në haqë. A te ka pe lëndoj dikan, e ka pe rase dikan, e ka pe bazë sene që nuk buhon, e tashti unë nuk ja bëj, le të shkona i në haqë sa donë, Allahu atë ja pranon, as ja pranon, nuk e di, për këtë arsye du me e pyta hoqë, du me pyt, edhe për borgjë. A i pranohet hoqë, dhe me to nëse ka borgjë, edhe nëse i ka bu zullum dikojna. Veç këta deshta me ditë. Selamun aleikum ve rahmetullah. Allah të shpërblev, motër, aleikum selam. është një brengë familjare kjo. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dore në zemër njeriu kur shkon në haxh, po jo vetëm në haxh, por edhe adhurime tjera kur t'i kryen edhe namazin, por edhe agjerimi, edhe çdo ibadet është i ndërlidhur, domthonë ngritja e tij, pranimi i këtyre ibadeteve janë të ndërlidhura edhe me sjelljen e tij, në sjelljen e besimtarit në tokë me njerëz. Andaj kjo motër ka të drejtë që një person i cili i ka bërë zullum të tjerëve ose ju ka bërsh të tjerëve, ai haxhi i tij mund të kontestohet, por megjithatë është ndonë Allahu azza wa jall pranimi ose mos pranimi. Por fillimisht unë këtë motër e këshilloj që t'ja bëj halal dhe atë t'ja bëj halal në këto 10 ditë të bekuara, sepse sepse fiton mëshirën e Allahut azza wa jall. Njëra ndër veprat të dashura të Allahut azza wa jall është edhe me i fal njerëzit. Aisha radhiyallahu anha tha profeti sallam ja Rasulullah, nëse di se cila është nata e Kadrit, cila do të ishte doja më mirë që unë do ta bëja, i tha thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, thuaj o Zoti im, ti e falës, e don faljen, më fal mua. E don faljen ka dy kuptime. E don faljen që njeri me fal njeriu, pra don kur njeriu e fal dikan, Allah ka qef kur njerëz falen me zeti. Irhamu men fil ardi yarhamukum men fis sama. Mëshironi ata që janë në tokë, ju mëshiron ai që është në qiell. Ai që ambulon vëllaut vet një temet, i ambulon Allahu azza wa jalla një temet në dynjë dhe në ahiret. Ai që ja lehtëson vëllaut atij një breng, ja lehtëson atij Allahu azza një breng në dynjë dhe në ahiret. Andaj për hir të Allahut, për hir
hir të madhërisë Allahut azza wa jall, jo ndoshta që ai ose ajo e meriton, por për shkak se ti po ke dëshirë me fitu kënaqësinë e Zotit, shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, bëje këtë vepër nëse ke forcë dhe kërkoj për Allahut me dhon forcë me fal, edhe që me shliru edhe ata që e ka marrë këtë rrugë të shajt dhe të madhe, Allahu më ia fal mëkatet edhe këtë mëkat që e ka bë ndaj teje. Dhe ka thonë është një hadith interesant, valon për të ka paranu për një person që do të jetë prej banorëve të xhenetit dhe shokët e tij kur e ka kuptuar se cili është ai person, e kanë pyetur cila është vepra që ti e bën, pra se në vërtet ti bëj një vepër të madhe nga se për ty projekt ka thonë se je banor i xhenetit, dhe kur e kam pyetur unë nuk kam ndonjë vepër diçka që ndoshta veçohem prej të tjerëve, por tha e kam një shpërhi që praktikoj tha çdo natë, çdo mbrëmje para se të bi me fijet, thom o Zoti im, gjithë ata që më kanë bërë zullum gjatë kësaj dite pa drejtësi halal për me e kanë. Tha dhe kështu pastaj tha bi me flejt i qetë. Dhe ndoshta tha kjo qenë ka jo vepër që mu më pas ka ngrit në këtë grad që profeti me paralajmëru se filoni është për banorët xhenetit. Si ja bën halal ndoshta pse ai e meriton, sepse ta ka nxit ndoshta jetën, ka bosën po ja bën halal për hir të Allahut azza wa jall që ai më shpëtu, po ti më shpëtu dhe ti më mosh shpërblimin e madh. Kurse për punë të borxhit nuk ka dyshim se njeriu i cili ka borxhe në veçantë nëse ka borxhe duhet më kry, sepse ka njerëz që kanë borxhe të afatizuara dhe ky borxh i tillë nuk është pengesë me shkon haxh. Për shembull i ka marrë dikun borxh për me kthy çdo muaj, për me kthy pas 5 vite, për me kthy pas 10 viteve në rregull jena. Nuk është por dikush që ka kohën e borxhit. A me la borxhin, a me shkon haxh, dietar ka thonë që duhet fillimisht me la borxhin e pastaj me krye borxhin ndaj Allahut, sepse ky është borxh, edhe ai është borxh. Po edhe ky është borxh, andaj nuk duhet me shku te Zoti me hakun ndaj njerëzve. Lutem që Zoti më fal dhe shpresojmë që haxhi më përmisu, zatë njeriu shkon në haxh, mu vetdisu, mu përmisu, mu ndreq, më ra pishman e kështu me radhë, që kur të kthehet mu kthy më i mirë, edhe ndaj teje, po mu kthy më i mirë edhe ndaj atyre cilëve ka hin hak, edhe mu kthy hakun e tyre, edhe më kërku falje, edhe më kërku halallëk. Madje nëse ai ka mundësi me nën dëgjunë tash i them që para ditës së Arafatit pendohu sinqerisht duke i thirrë ata cilëve ju ke hin hak që më ta bë halal, dhe gjithsesi duhet me ta bë halal, por edhe duke u kthy hakun njerëzve që u ka marrë, sepse vërtet haku borxhi është i rënë valon. Profeti sallam kur merrte pjesë në varrime, dhe ky hadith është hadith që ta rrënqet zemrën, sepse njerëz sot janë bë vërtet po i neglizhojnë borxhet dhe njerëz janë bë ndoshta nuk po sillen mirë karshi borxhlive, i merr borxh, por pastaj nuk e hap telefonin, nuk e mban premtimin, nuk i kthen parët që i ka kërkuar për një kohë caktuar. Dhe ka thonë për shembull kur merrte pjesë në varrime para se me fal namazin e xhenazës, pyeste a ka borxh ky i vdekur. Dhe nëse zbuloi që i ka borxh dikuj, kërkonte ose më ja pagu dikush borxhin, ose nuk ja falte namazin e xhenazës, ju thash të shokëve ti falni dikush namazin e xhenazës, por jo profeti sallam, sepse puna e borxhit është rënë, me shku me hak dikujt është rënë pa dyshim. Lusë Allahun që ta vëdësoj këtë popull, ata njerëz të cilët mendojnë mu afru te Zoti nga një anë, por nga tjetra anë largohen prej Zotit me vepra të tilla, duke u bërë zullum të tyre, vërtet është ligë, është rënë, është mirë, po Allahu i fal gabimtarët dhe i përmisoft ata që nuk janë të vëdijshëm sa duhet. Hoq, shpresoj që kjo modër muslimane ta ketë kuptuar drejt këtë mesazh, pra nëse jo për asgjë tjetër, për hir të Allahut, pra ta bëj këtë veprim. Me që folëm edhe për planifikimin si aspekt i rëndësishëm, pra kohor, hoq, dhe isha pak të ndalem tek prioritetet kryesore në këtë periudhë, me theks veçantë në këtë pjesën e 10 ditësh të Dhulhijhes. Cilat duhet të jenë ato prioritete që besimtari duhet t'i ketë në mendje dhe t'i ketë parasysh? S'ka dyshim se ditët janë të vlefshme, janë shumë të vlefshme dhe
Alhamdulillah, nga rahmeti i Zotit këto ditë gjitha veprat që punon besimtari kanë vlerën jashtëzakonisht të madhe, shpërblimin e madh. Andaj secili besimtar do ta ketë si prioritet të tij që punon sa më shumë vepra të mira, por të fokusohet në ato adhurime që atij ndoshta i vinë më lehtë. S'ka dyshim janë disa vepra që kanë një vlerë edhe më të madhe gjatë këtyre ditëve, siç është haxhi. Respektivisht haxhi nuk kryhet vetëm sa gjatë këtyre ditëve, por haxhin e bëjnë disa njerëz, jo të gjithë. Shterja e qurbanit është falja e namazit, agjerimi i këtyre ditëve me thekse veçantë, agjerimi i natës së Bajramit ose ditës së Arafatit, dhikri, po ashtu është përmend si adhurim, prej sa ka pranuar për vlerën që kanë këto ditë, andaj ka thonë shpeshtonin në këtë kohë dhikrin sa më tepër adhurime të ndryshme, në veçanti adhurimet bazike që janë namazi, Kurani, agjerimi, sadaka, ndihma ndaj nevojtarëve e kështu me radhë. Më rëndësi është që të shfrytëzojnë maksimum dhe të kaloj prej një ibadetin tjetër në mënyrë që edhe të mos bëhen monotone, pse janë ditë shumë të pakta dhe të shkurtra. Po ato po kalojmë shumë shpejt, kanë thonë dietarët subhanallahu, besimtarët kërkojnë natën e Kadrit edhe pse ajo nuk dihet cila është, kërkojnë me të drejtë, kurse dita e Arafatit dihet cila ditë është, dihet vlera e saj, po megjithatë nuk është ai zelli i kërkimit të vlerës dhe të shfrytëzimit të tyre ditëve, sikurse që është ai zelli për netet e fundit të Ramazanit. Do duhet që besimtarët të ishin më vigjilent për shfrytëzimin e këtyre ditëve. Padyshim. Kemi edhe një telefonat e cila është në pritje, e inkuadrojmë. Alo? Po, ordonani. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Desha që pësë për sunetin e jacisën. Po? Jacis. Unë përpara e kumë falë edhe sunetit, po unë lexova në internet se nuk duhet me falë sunetit, e tash vetëm farzin po e falë. E ki fjallën vetëm për jatësia, po të gjitha sunetet nuk jetu i falë? Jo, të gjitha ato, të gjitha, sabahe, dreka, ikindia, këto i falë, akshame, gjithësësi. Po vetëm sunetin jacis që tash, për para i kumë falë, e në gjova thanë se nuk duhet me i falë. Në rregull, ju kuptuam zoj, faleminderit. Edhe një pyetja bën? Po. Unë mëngjezin po e falë me këtë kanalin PIS TV, qona herët, po për 5 deri sa po falët aty, adit, po falët në PIS TV, pastaj po vazhdojmë po fillojmë me falë. Rregull, mirë shumë. Ju kuptuam, faleminderit shumë. Faleminderit me mirë kuptim. Natën e mirë, faleminderit. Po hoqë me tekst veçantë sunetin e jacis. Falë sunetin e jacis dhe falë sa më tepër, sepse po duket pak edhe prej zonit është ndoshta edhe pak në moshë. Dhe në këtë moshë besimtarët dhe besimtarët duhet sa më tepër të shtonin veprat, jo të lojnë ato, po të shtojnë ato edhe më shumë. Më shumë sunetet gjithsesi. Sikur pas ka thonë dikush. Jo, tha kom lexuar në internet, andaj unë këshilloj të gjithë besimtarët që të kenë kujdes, sepse feja nuk merret me copza. Ka disa dietarë që kanë thonë se suneti i parë nuk është në atë rangun e suneteve. Mirë, po megjithatë me thëbën Hanefi është prej suneteve që ka sunet, pra fjala sunetën e parë para jacis, për ndryshe suneti i mbrëmi i jacis ose 2 rakatet pas jacis, pas farzit, pra janë prej suneteve të forta. Andaj falu, qyshje falë, madje falë edhe me tepër, falë edhe namaz nate, falë edhe namaz dite, falë në vllazën sepse namazi është adhurim i madh, është dhunti, dhurat për i Zotit, sa obligime të tjera, ndoshta shumë prej besimtarëve s'po kanë mundësi me kryes haxhin, ndoshta zakatin, po dikush as agjerimin s'mundet me bë. Kurse namazin e kemi dhurat për Allahut azza wa xal, çdo kohë, në gjitha mënyra, gjitha rrethonat namazin nuk lehet. Ai falet dhe sa më shumë që falet besimtari, aq më shumë ngritet. Thot profeti sallam, çdo sejdë që bën ngrit 1 gradë, ta shton një të mirë, ta hjek një të keq që ka ardhur njëri prej shokëve realisht ka thonë profeti sallam e ka pas një prej shokëve i cili ka bë hizmet, është për kujdes për profetin sallam, një ditë profeti sallam sikur po don
mi a shpagu, pa ose me I bo diçka të mirë atij burrit që ashtu mi bani të mirë pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe I tha sel ja Rabia, kërko prej meje o vllai nderuam, o Rabia, çka ke dëshirë, ndonjë ëndër më të plotsu, ndonjë kërkesë më të plotsu, kërko, tha es'aluka murafaqata fil janna, tha kërkoj shoqërimin tënd në xhenet, kërkoj pa që afër teje me qenë në xhenet. Profeti sallallahu alaihi ndal pak, pastaj tha inni alayya bi kathrati sujud, ose inni alayka bi kathrati sujud, tha ndihmo me sejdë, pra fal sa më shumë namaz, bëj sa më shumë sejdë, je më afër profetit alayhi salatu wassalam. Ndërsa pyetja e dytë ishte pohem, tha falem, tha në kohën kur në PIS TV, pra e dëgjon ezanin me gjas, kjo I bie që është pozitive. Nuk e di tash ezanin PIS TV a thirret, besoj që thirret në kohë, nëse thirret sipas kohës takvimit tonë, çfarë do të duhet me qenë, Ramazan ashtu ka qenë. Padyshim. Për ndryshe e kemi edhe takvimin që duhet më përmbajt, po ashtu besoj që është edhe në kanalin e PIS TV. Sigurisht. Sonte telefonatat nuk kanë të ndalur, e inkuadrojmë edhe një tjetër që kemi në linjë. Selam aleikum. Aleikum selam. Por Në gjithë me bëjnë 2 pyetje. Po. Jam një vëllai besimtar, I fali pas ku namaz. E kam punën tonë, në facadë, se stanë. Këtë namazet I fali, do me thonë, veç drejka në këndijën, I fali veç farzë, se nuk ka mundësi, shembull. A do të më falë senetën në shtëpi, a binë shembull senetet. Kjo ishte njëra pyetja, po? Po, pyetja e dytë është, do me thonë që 4-5 vite thajre kurban, do me thonë çdo vjet kom thajre kurban. Baba ka vdikë, si vesën e ka prit, do me thonë, që të kurban Bajram. E unë, shembull, jam I ndam që 2 vjetë, nuk kom thajre kurban, e kom bën një shembull, kom vetë gjallarët ka thonë, banë, dhe me bën një shembull, në më në temë, shemë shpërblimin, a bëde, në më familjes. E disha e kam frika, e ka shku, po thamë do printi se hapët, a bëde, disha me ditë. Qartë. Selam aleikum, Allah është përblirë. E inkuadrojmë edhe një telefonat e kemi në pritë dhe pastaj përgjigjem me hoxha dhe tek këto 2 pyetje. Por dhoni? Ka ikur. Do të thotë jam një vëlla musliman, është praktikues I rregull, vetëm tek dilema ishte tek dreka dhe puna ishte rënë drekën e këndijë, nëse shëndëgjova nuk e fali tha sunetet për shkak të punës, megjithatë nuk janë obligative sunetet, dhe njeriu nëse e lën sunetet nuk dëshkohet, nuk ka mëkat, por lënia është problem të madh. Andaj unë inkurajoj këtë vëlla dhe bëj thirrje që të mundohet që t'i falë edhe sunetet, në veçanti sunetin e drekës, sepse është prej suneteve të forta dhe ka probleme të madh. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai I cili fal 12 rekate sunet gjatë ditës, Allahu I ndërton atij një shtëpi në xhenet. Subhanallahu. Ku ka dhurat më të mirë? Një shtëpi në xhenet, ne po punojmë gjatë tërë jetës për me siguru një shtëpi në këtë jetë që ndoshta shumë për jetës nuk parin me gëzu, sepse po do të me kalun potet. Kurse me gëzu dhe me fitu një shtëpi në xhenetin e përjetshëm, është fitim I madh, ne nuk duhet ky vëlla tha ka arsye, unë e kuptoj tash, po them tash si këshill, sepse ka njëherë disa prej besimtarë neglizhojnë sunetin dhe pa ndonjë arsye të madhe ju ik suneti. Është gabim. E këto 12 rekate janë 2 rekate sunet të sabahut, 4 rekate sunet para farzit e drekës, 2 rekate sunet pas farzit e drekës u bën 8, 2 rekate sunet pas farzit të akşamit u bën 10, dhe 2 rekate sunet pas farzit të yatsis u bën 12. Këto 12 rekate nuk është mirë me lanë. Nëse I lën, nuk e bë haram mëkat dhe s'ki ndëshkim, por ke humb shumë. A bën me fal në shtëpi? Jo, nëse ju ka kalu koha nuk bën me fal. Ka mundësi me fal sunetin e parë të drekës ndonjëherë, nëse ke shku në xhami, kur ke shku në xhami ata janë hyrë në farz. Dhe është dashtë më lidh me ta në farz, për çfarë duhet me vepru. E në këtë rast ke të drejtë me bë kaza sunetin e drekës, po me fal pas farzit. Po jo me fal krejt mbrëmje kur shkosh në shtëpi, për shkak me fal sunetet, sepse ju ka kalu koha e tyre. Allahu ta mundsoftë me fal fillimisht farzet, po edhe sunetet sot kesh mundësi, dhe nëse I rrin gati, besoj që kemi gjetë kohë. Nuk është patjetër me fal ndoshta farz e sunet bashk,
nëse s'premton pauza, nëse ki 2 pauza atëherë njënën fale forzit, tjetër pak më vonë mundesh me gjetë ndoshta për me fal sunetin. Dhe secili i din mundësitë e tij. Tek pyetja tjetër, a ka shpërblim edhe baba për këtherën e kurbanit që e bëjnë jetë për familje? Po inshallah taala ka shpërblim, bëje njetë edhe për babën i cili ka vdekur se ka prit këtë kurban bayram, Allahu e mëshiroft. Çdo vepër të mirë që bën fëmiu, besimtarin këta se nuk është kush me qenë fëmijë, një pjesë e shpërblimit i shkon edhe prindit përderisa ai është edhe ka vdekur si besimtar. Gjithsesi, sepse ai është faktori, shkaku që ti je në këtë botë. Kjo është rahmet për Allah subhanahu wa taala. Ashtu i shkon një pjesë shpërblim mirë, po nëse bën jetë edhe për atë ti pasaj ti shpërblehesh për njëtin që bën që edhe baba jetë në varr me pas shpërblim. Sigurisht. Hoxhë nderuam, kaq kishim kohë për këtij trajtimi që bën pra në këtë natë të tretë, pra të 10 ditësh të Dhulhijhes. Unë falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të ngrohtë dhe miqësore. Faleminderit, Zoti ju shpërbleft. Amin edhe juve. Të nderuar miq, kjo ishte koha e rezervuar për trajtimin e kësaj teme, pra folëm gjëra gjatë me hoxhën e nderuar Besnik Lumnisa në lidhje me kohën si emanet. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje, asalamu alaykum. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك